Jam studio me Geron Taçin, eksperti IT-s, mirëserë dhe shumë në që kam në studio. Që t'jem transparente, 3 pyetjet e pare kemi konsultuar bashkë. Nuk di t'i them me logjik, kështu që do ta nis me pyetjen e thjesht Geron. Çfarë të reja kemi nga teknologjia? Nga teknologjia ka vetëm 3. Po, por çfarë kemi këto të fundit? Këto të fundit vlen të përmendet bashkëpunimi midis Apple-it dhe Google-it. Praktikisht inteligenca artificiale e Google-it, Gemini, do përdoret edhe nga pajisjet e Apple-it. Dhe 2026 do shënoj një ndryshim shumë të madh, të paktën parashikohet kjo gjë, që inteligenca artificiale e lëvëruar nga Google-i do filloj që të na e thjeshtoj neve përdorimin e pajisjeve, pra të kompjuterit dhe celularit. Pra, do shërbej si një urë lidhje midis qëllimeve që dikush ka dhe aplikacioneve. Pra, në qoftë se unë do dua që të dërgoj një email, nuk kam më nevojë që të shkoj ke celularit, të hap celularin, të hap aplikacionin e emailit, filloj të shkruaj, po i them dërgoj një email Mirelës. Dhe ajo do ta hapi vetë Gmailin, do ta shkruaj vetë emailin dhe dërgoj ty. E qartë. Pra, do kufizohen përsëri punët që bëjmë vetë. Do lehtësohen punët, do shërbej tashmë si një lloj dirigenti që ka një orkestër në varësi, që janë gjithë aplikacionet që ne përdorim, dhe do t'i përdori ato për të arritur qëllimet tona. Pra ti e programon, vendos gjithë aplikacionet që ti do, duhet thënë ai është në dieni, siç është inteligent. I njeh aplikacionet. I njeh, pra siç kjo quhet on screen acting, on screen viewing, domethënë që ajo e shikon çfarë ka në aplikacion dhe e përdor për ty. Kur vjen kjo? Po, presupozohet që të filloj kjo lloj loje në vjeshtën e 2026-s, sepse Apple i anunçoi këtë, do anunçoj për pajisjet e reja. Dhe përveç se kësaj do ketë më tepër nemorje dhe do diskutoj diskutime më komplekse me njerëzit, pra do jetë një shoqërues shumë i mirë, do kaloj nga një komandë thjesht që merr bëj këtë, do kaloj një tip konsulenti dhe menaxhuesi i komplet jetës digjitale. Unë lexova diku që dikush kishte shpikur apo luftuar një smundje mendimin e inteligjencës artificiale në këto komunikimet e thjeshta. Pra nuk i kemi vetëm më jep një recetë supe apo një recetë bukurie etj, por ka edhe gjëra të tilla. Do ndihmoj vërtet në këtë aspekt apo përsëri do të ketë vend për diskutim këtu? Shiko çfarë ndodh. Ritmi që inteligjenca artificiale po ecën aktualisht, mund të them që është në një ritëm të tillë. Dyfishohet çdo 4 muaj fuqia e saj. Është një ecje e llatarshme. Fushat ku do fokusohet janë: një është shëndeti, pra që sapo citove, 2 është politika dhe zgjedhjet, dhe 3 janë fluksi parave. Pra, komplet fuqit I marrin pak më radhë fluksi parave si për shembull, menaxhimi i treggjeve, shitjet e aksioneve, kriptoja, bitcoini, njerëz që investojnë në këto, apo këto janë pjesë e kësaj loje. Janë pjesë e kësaj loje. Duhet të jenë të kujdesshëm se mund të ketë piramida aty brenda apo Nëse shiko, dikush që nuk ka informacion nuk duhet të merret. Nëse ka informacion të përgjysmuar nuk duhet të merret. Pra, nuk është informacion ku gjendet? Gjendet dhe përmes AI-t nëse fillon dhe bashkëbisedon me të? Se dikush mund të jetë aty i ngelur. Patjetër që gjendet nëpërmjet AI-t, por në përgjithësi njerëzit për këtë punë bëjnë shkollë.